Përshëndetje miq. Sot do dëshiroja të ndaja diçka bashkë me ju, sikurse besoj është me interes për gjithë secilin prej nesh. Atëherë, shumë kemi dëgjuar për ëndrat, për objektivin apo për le themi misionin që i kemi caktuar vetes apo rolin që kemi marrë le themi në këtë jetë për të realizuar. Atëherë, sipas këndvështrimit tim, njeriu nuk mund të jetojë dot ndryshe nëse nuk ka një ëndër që e frymëzon. Madje kur ka një ëndër që e frymëzon, i jep jetë dhe vitalitet, atëherë edhe pse mund të duhet shumë kohë për të realizuar, por kjo nuk do thotë që ne ta ndalim përpjekjen dhe procesin që do na marri gjatë realizimit të qëllimit, por dihet që kur ne vendosim të jemi konsistent në arritjen, po themi, të ëndrës që i kemi vënë qëllim apo detyrë vetes, për ditë sigurisht përpiqemi sa të mundemi të krijojmë diçka drejt realizimit të ëndrës që i kemi vënë synim vetes. Kështu që nëpërmjet, po themi, përpjekjes që mund të bëjmë, sepse ëndrat, kjo është le themi ndër më të bukurat, sepse secili ka le themi preferenca të ndryshme, por edhe sigurisht nevoja të ndryshme, sepse këtu është larmishmëria dhe diversiteti i ndryshëm i njerëzve, por në parim çdo gjë që është e mirë për qenien tonë ose për individin, sigurisht është e mirë dhe për totalin. Dhe kur një ëndër është frymëzuese, ka mirësi brenda, ka le themi, jep një lloj le themi frymëzimi dhe është një nga ato që gjithsecili kur e mendon, sikur jep një lloj le themi nxitje dhe karikimi për të vazhduar le themi betejën që do e quajmë thonjza, që has gjithsecili drejt procesit që do bëj gjatë rrugtimit. Por atëherë, sikur se e thash, këndvështrimi tim, kur kemi një ëndër që krijojmë diçka që është e vlefshme, njëkohësisht edhe shëndetshme, por mbi gjitha që jep dhe një lloj kontributi tek totali, atëherë besoj që jeta jon ja ka vletën. Në të kundërt, nëse zhytemi vetëm te gjërat sipërfaqësore dhe nuk mendojmë për diçka që, po themi, është paksa e përjetshme, që se çdo gjë që është e përjetshme sipas meje ka shpirt. Çdo gjë që është e përkohshme është, le themi, afat shkurtër, ose sikurse e thon mendjen driturit, është dritë shkurtër, ndërsa gjërat esenciale janë, le themi, afatgjate dhe të përjetshme. Ndërsa kur arrim të bëjmë diçka që na e ka ndryshuar, le themi, përmirësimin dhe mirëqenien e jetës, detyrimisht hall pa ndikuar tek të tjerët që kemi nga shkojmë. Kështu që kjo është moda. Përpiquni të bëni, le themi, realitet ato ëndra që ju lartësojnë dhe ju bëjnë versionin tuaj më të mirë të mundshëm në gjitha aspektet e mundshme, që do thotë të bësh sinqerisht atë gjë që ta do zemra, për te, le themi, opinioneve, për te, le themi, kundërshtive që do hasesh, por ti e di në qenien tënde që po bën diçka të vlefshme, diçka që është në të mirën tënde rreth parë, po edhe në të mirën e totalit. Kështu që kur bëjmë këtë lloj krijimtarie, ne si me magji e ndryshojmë, le themi,
jetën, dhe kur jeta jonë bëhet, le të themi, një lloj aventure e kësaj natyre, atëherë çdo ditë për ne është një ditë, le të themi, frymëzuese, dhe mbi të gjitha ka një lloj, le të themi, rrezatimi që ka ose do na shoqëroj ajo magjia që nga çast në çast presim që t'u lumtojmë drejt, le të themi, asaj gjendje që jemi në eksplorime sipër, kështu që kur përpiqemi të njohim sadopak veten tonë, atëherë kuptojmë që misteret, le të themi, brenda nesh, dash nesh, nuk kanë të sosur, por mbi të gjitha bëhemi pjesë e këtij misteri. Dhe s'ka gjë më të bukur se sa t'jesh pjesë e një misteri. Kështu ditë të këndshme, dhe mos harroni, nuk ka, le të themi, jetë me përmbushje pa një ëndër, le të themi, që i jep jehon jetës. Ditë të mbarë.